por një gjë tjetër që doja të flisja është në lidhje me Ramazanin. Nuk e di nëse ju e keni vënë re, por ky Ramazan dihet sikur në këtë Ramazan dihet sikur koha ndalet. Domethënë nëse më ka ndodhur për shembull që unë të jem vonë dhe edhe nëse unë jam vonë duket sikur koha ka ndalur dhe shoh orën dhe jam okay. Domethënë edhe nëse jam vonë, ora sikur ndalet dhe nuk e di, është një muaj me bereqet dhe është një muaj i paqë sepse e shet që tek ora nuk kalon, domethënë ora shpejt. Po të shohim jashtë Ramazanit, ora shkon shumë shpejt. Dhe kur më ka ndodhur kur jam vonë, shkon vonë ora, ndërsa këto ditë e ndjej që sikur ora ka ndaluar pak dhe ndihet ajo paqja e brendshme e Ramazanit. Sigurisht portat e parajsës janë hapur, çdo gjë e mirë ndodh tani dhe është dhe pjesa ku shihet realiteti i njerëzve. Nëse sheh dikë që sillet si djallë, i bie që djalli nuk ka ndikuar tek ai në jashtë Ramazanit. Dhe nëse sheh dikë që ndoshta kur nuk ka qenë Ramazan, ka qenë ndikuar, nervoz, agresiv etj, i bie që në Ramazan ai është shqetësuar, i bie që ka qenë ndikuar ndoshta nga djalli etj, por që në Ramazan nuk e di, mua më ndodh që krijohen teste të ndryshme për njeriu. Disa smuren, disa ndoshta mund të largohen paksa nga Allahu, ndoshta e marrin si për të mirë qenë këtë muaj, disa thellohen dhe afrohen më shumë me Allahun. Domethënë edhe Ramazani ka ato testet e veta që ndikojnë tek njeriu dhe që e bëjnë njeriu të ndoshta të kuptojë këtë muaj pak më ndryshe se të tjerët, se muajt e tjerë. Faleminderit që më ndoqët. Nëse keni pyetje në lidhje me diçka, mund të shkruani në Instagramin tim, Cindy Speaks, dhe unë do t'ju kthej përgjigjen. Faleminderit dhe agjerim të mbar dhe lutje të pranuara.